Mbi 27.000 maturant në të gjithë vendin nisën provimet e maturës shtetërore 2025, duke filluar me provimin e gjuhës së huaj. Në këtë ditë të rëndësishme për nxënësit, Ministri e Arsimit dhe Sportit, Ogerta Manastirliu, ka përcjellë një mesazh inkurajues dhe gjithëpërfshirës për maturantët. Mbi 27.000 prej jush do të përballeni me një seri provimesh që nuk matin vetëm ato që keni mësuar, por edhe për kushtimin dhe mundin që keni treguar gjatë gjithë këtyre viteve të gjimnazit. Sot nisni me gjuhën e huaj, më pas do të vijë provimi i gjuhës shqipe dhe letërsisë në 10 qershor, matematika në 17 qershor dhe në 24 qershor do të zhvilloni lëndën me zgjedhje. E vetmja gjë që kërkohet sot prej jush dhe në vijim është të përqendroheni tek ajo që dini. Pjesa tjetër, organizimi, mbarvajtja e maturës, është përgatitur me shumë kujdes nga mësuesit, drejtuesit e shkollave, deri tek ekspertët e qendrës shërbimeve arsimore që për muaj me radhë kanë punuar për ta garantuar këtë proces të drejtë, të sigurt dhe të besueshëm për të gjithë. Ministri avuri në dukje masat e ndërmarra për garantimin e një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës. Që në janar janë shpërndar modelet e testeve, janë zhvilluar paratestimet në shkolla për të identifikuar vështirësitë, janë organizuar trajnime intensive me hartuesit, administratorët dhe vlerësuesit e testimit. Janë përzgjedhur me kujdes qendrat ku do të zhvillohet testi dhe është ndërtuar një fond pyetjesh në përputhje me programet orientuese. Kemi ndërmarrë edhe një hap të rëndësishëm për përfshirjen e nxënësve me nevoja të veçanta nëpërmjet testeve specifike. Për herë të parë, për nxënësit që nuk dëgjojnë, do të kenë pranë tyre mësues të gjuhës së shenjave gjatë testimit, një masë që siguron dhe nxit barazinë, dinjitetin për çdo nxënës. Për provimet e maturës shtetërore në të gjithë vendin janë angazhuar 145 administratorë të trajnuar, janë 145 qendra provimi dhe janë përfshirë 640 mësues në procesin e vlerësimit.